Sa her ka reshje shiu në tunelin e Shkopetit, ka prani të madhe të ujit për shkak se nuk është bërë asnjë investim në të për të shmangur rrjedhjen e ujit në hapësirën e brendshme. Prania e vazhdueshme e ujit ka dëmtuar edhe asfaltin brenda tunelit, duke krijuar gropa të mëdha. Drejtuesit e mjeteve rrezikojnë të përplasen me makina të tjera, pasi shmangin gropat të cilat janë në afërsi të daljes perëndimore të tunelit. Për shkak të formacionit të tij shkëmbor, tuneli rrjedh ujë thuajse në të gjithë gjatësinë e tij, por deri sot asnjë mas nuk është marrë, ndonse nuk ka gjatësi të konsiderueshme. I vetmi investimi bërë në këtë tunel është vendosja e sistemit të ndriçimit nga ana e kompanisë që ka privatizuar hidrocentralet dhe asgjë më shumë. Drejtuesit e mjeteve shprehen të shqetësuar pasi prania e vazhdueshme e ujit mund të jetë një rrezik i madh për shembjen e gurëve brenda tunelit. Patjetër duhet të eliminohet, patjetër, shumë rrezik. Edhe gropat duhet të bëhet në investim patjetër në rrugën Shkure-Burrel. Po, shumë probleme o ki ujti, edhe hyrja tunelit dhe del me tunelit do shumë probleme. E hyrja dalje dhe më ha shumë probleme, se rrugë e prishme dhe ujti është shumë problem dhe më ha për në makinat dhe më ha që gasi makinat. Për në shofer, burime aksidenti shumë. Problemi më i madh është te tuneli i Shkopetit, se është ujti kret bën mrena aty, janë bën gropat. Ndërkohë në segmentin e Shkopetit pati edhe rënje të gurëve, ndërsa drejtues mjetesh të ndërgjegjshëm dilin e hiqnin vet gurët nga Karexhata. Ma problem se rruga nuk ka, po hekim gurë gjitha vetë, po hekim edhe këtë zhavur, këtë gurë të mëdhet bim rrugë këtu. A ka njëria, qa ka këtu rruga ura, kush punon këtu, punon njëria jo, se na kanë shkatru makinat. A dhe personi rrugët sot turp, vëlloj turisti vje këtu as rruga as gjo. Si që shifnë të vejet, edhe gurë ka pas shët të ditën, rruga ka qenë gjysa ma tepër e bllokuar me rrugës, prej gurëve.